Vetëm disa muaj larg zgjedhjeve lokale 2015, në momentin kur partitë politike janë pranë shpalljes së kandidaturave zyrtare për postin e kryetarit të Bashkisë Sarand, qytetarët japin opinionin e tyre nëse kandidatët duhet të shpallen në publik, më parë se sa të shpallen nga partitë. Ju do doni të ndeshim më pas me kandidatën? Ndeshim po. Kur e kanë caktuar tani. Ka dhe probleme të tjera atë. Shikoj që të njëjtësh po përpara pastaj. Po deshim po si deshim. Deshim po si deshim. Deshim përpara po ata ka probleme të tjera atë. E di që parë me kandidatën që kanë. Sigurisht po. Ne janë shumë të vonuar. Disa zgjedhje të erdhën, ata e kanë filluar fushatën. Edhe popull njiheni me kandidatën. Absolutisht jo. Atje. Do doni më mirë që partitë mos i bënin me lista të ndryshme apo të diskutoheshin janë në publik kandidatë. Sigurisht që diskutohet dhe njihen nga populli atje, jo vetë partia. Doni të njiheshit më pas me kandidatët zyrtar bashkie nga të dyja forcat politike dhe më pas të vendosin? Patjetër duhet. Të ashtu të votë. Ideja është. Si është më mirë të njihën kandidatët, pastaj patjetër duhet të njihen kandidatët që jetë që keni një preferencë. Kemi një akoma. Ne nuk i njohim, por kemi një ndërmjet, pastaj vi shohim. Njohin kandidatë patjetër. I njohin. Si pa e njohin. Keni një preferencë apo Ka preferencë. apo nuk i kandidatë? Nuk i njohin, të preferoj. Do dolim kandidatën andas, Sarandiot. Ato kanë një program. Duke u mbështetur në ato programin e vetë, edhe do të ashtu e kanë të planifikuar se kur do ta bëjnë. Ne nuk mund të themi do t'i nxjerrim sot se do t'i njohim ne që do t'i votojmë. Ky është mendimi tim. Do doni që ta njihni më pas kandidatët dhe më pas partia të Po koka për ta njohur se i thon 21 qershor, sot 9 shkurt, deri në 21 qershor ka kohë edhe do t'i njohim. Ky është mendimi. Ju keni një preferencë? Jo. logjika këtë të thotë se duhet emri i kandidatit të dalë shumë përpara. Me qëllim që të njihen njerëzit e të gjykojnë pastaj se kujt do t'i japin votën. Ju keni një preferencë? Je Sarandiot. Unë? Po. Këtë që kemi. Përgatitjet për festimin e ditës së mësuesve nisën prej disa ditësh. Tashmë është bërë traditë që për çdo 7 mars nxënësit i dhurojnë mësuesve dhurata të ndryshme, duke filluar nga ftufat me lule dhe deri tek dhuratat me çmime të kripura. Janë vetë nxënësit ata që mendojnë se mësuesit meritojnë një dhuratë në ditën e festës së tyre, por edhe prindrit këmbgulin që fëmijët e tyre të mos shkojnë duar bosh në shkollë në ditën e 7 marsit. Shpeshherë nxënësit mbledhin nga 500 deri në 1000 lekë për të blerë mësuesve të tyre nga një dhuratë. Me sa duket, koha kur dhuroi vetëm një tuf lulesh të freskëta ka ikur tashmë, pasi kanë nga ata mësues që nëse marrin për dhuratë vetëm një tuf lule, mund të ndihen të zhvlerësuar. Veç buqetës, sot blihen suvenire, veshje, bizhu, por edhe në raste ekstreme elektroshtëpiake. Kanë nga ata nxënës të cilët kanë mundësi më të mira financiare se pjesa tjetër. Ata bëjnë kështu dhurata të ndryshme për secilin nga mësuesit, edhe në rastin më të zakonshëm për mësuesit ku nuk janë mirë me mësime. Në raste të tjera, gjithë klasa mbledh lek, i vendosin në një zarf dhe ja japin mësuesit ose mësueses kujdestare, që ai ose ajo të blej vetë dhuratën që dëshiron. Ky është një realitet i cili prej vitesh është prezent jo vetëm në shkollat e Sarandës, por edhe në të gjithë vendin. Me sa duket vlera një buqete të freskët lulesh të mbledhur nga obori i shtëpisë që dhuroi dikur, sot është vyshkur, duke ja lënë vendin gjërave të luksit të cilat kanë një vlerë të konsiderueshme monetare. Pavarësisht vlerës që ka marrë dhurata, 7 marsi mbetet festa e cila nderon figurën e ndritur të mësuesit. Emergjencat me zjarret janë të pranishme në çdo muaj të vitit. Lidhur me përballimin e tyre me sukses, për apo të njuz është prononcuar komandant Mustafa Golemi, përgjegjës i repartit zjarfikës në Sarandë. Përshëndetje dhe juve. Për sa i përket problemeve të mbrojtjes nga zjarri, krahas punës së mirë që është bërë në drejtim të parandalimit dhe marrjen e masave tekniko-profesionale për përballimin e çdo lloji situatave, megjithatë ka probleme. Qyteti i Sarandës, jo vetëm qyteti i Sarandës, por edhe rreth i Sarandës. Në aspektin kryesisht të problematikës për mbrojtjen nga zjarri.
Ne gjatë sa kohë kemi ushtruar kontrolle të vazhdueshme, veçanërisht në për institucionet shtetërore, në shkollat, në komuna, në biznese private, në objekte të ndryshme, për si janë me fiksionimi, si janë zbatuar kërkesat e ligjit të mbrojtjes nga zjarri për mbrojtjen nga zjarri. Mbi bazën e kësaj neve bëm dhe një mësim tregues në shkollën në Hasan Tasimi për punën konkrete që bën institucioni i shkollës për momentin e parë në rast të shfaqjes zjarri, masat që merr vetë me forcat e veta dhe besoj mbi bazën e kësaj bëm dhe detyra në për institucionet e tjera shkollore. Unë përfitoj nga rastimi qëse gjeni juve si televizion, ta bëj publike, gjendja e masave parandaluse nuk është e kënaqshme. Ka probleme të ndryshme, sepse përgjegjësat kryesor të institucioneve shtetërore, përgjegjësat e biznesit nuk i kushtojnë rëndësi domosdoshmërisë të zbatimit të ligjit për pajisjen për mbrojtjen nga zjarri. Zyra vendore e punësimit Sarand çdo vit shpall programet e saj të nxitjes së punësimit. Gjatë vitit 2014, kjo zyrë në bashkëpunim me bizneset dhe institucionet e qytetit të Sarandës ka përfshirë në këto programe një numër të madh qytetarësh të moshave të ndryshme. Drejtoresha e Zyrës Vendore të Punësimit Sarand, Hatixhe Muslimi, për APT News ka folur më gjerë mbi programin e nxitjes së punësimit gjatë vitit 2014. Gjatë vitit 2014, u aktivuan programet e nxitjes së punësimit në Zyrën Vendore të Punësimit Sarand. Në këto programe, e veçanta ishte që do të jeni jo vetëm subjektet juridike të shërbimit të detyruara, por do të jeni që do të qanë shumë pozitive që programën e subjekteve dhe aktivonin në lidhje me këto programe. Sigurisht që në qendër të vëmendjes, kjo zyrë ka pasur programe të qeverisë, por të ndihmuar persona të veçantë, nga grupe të veçanta më saktë, femrat, të rinj, personat në vështirësi, por edhe të sapo diplomuar dhe kjo ishte të themi një mundësi shumë e mirë për të gjithë studentët që kanë ndaluar shkollën e lartë. Tjetër, një karakteristikë e veçantë ishte që prioritetet mbledheshin edhe të faktikën akademike. Faktikisht, 10 numri subjekteve që aplikuan ishte të gjalma, dhe ne si zyrë pune i falenderojmë. Falenderojmë për arsye sepse, më thënë, ishin një mundësi e mirë, punësimi për një pjesë të madhe për personave, të cilët ishin të regjistruar në konkretisht, në këto programe morën pjesë 18 subjekte, dhe gjithsej në 37 të punësues. Pati në korsisht edhe një mënyrë tjetër të veçantë, aktivimit që sa i ka thonë në programi, që ka lidhje me një tokë më të veçantë, është të kreshë për studentët të sapo diplomuar, dhe në doja të falenderoj në korsisht, edhe institucionet shtetërore që në korsisht mundësuan oprimin e këtyre studentëve në ndihmë në formën e një praktike profesionale të nevojshme për atestatë. Praktikë profesionale që ishte 6 milione, dhe që institucionet kryesore ishin Bashkia Sarandë që ne falenderoj, Sigurimet Shtetërore që falenderoj, dhe njëkohësisht subjekte të tjerë të cilët na u ofruan në programin e nxitjes së punësimit. Pra, sigurisht që numri i të punësuarve në këto programe ishte të gjatë. Gjitha persona në radhë të parë duhet të ishin të regjistruar në Zyrën. Dhe në muaj të parë të procesat. Si vjetë ne kemi pas tjetër të aplikimit të 2015, cilat u mbyllën në datën 6 mars, datuan që në muaj shkurt dhe në datën 6 mars. Tani jemi në fazën e kontrollit të dokumentacionit, më pas kemi fazën e dytë të përzgjedhjes së konkursuesit pa punë që do të marrë pjesë në Ndeshja luftëtari Butrinti është shpritur me mjaft interes nga tifozët Gjirokastrit, teksa dhe hyrja ka qenë pa bileta.
Afro 2000 shikues, mes tyre edhe Sarandiot, janë zhgënjur në fund pasi takimi nuk ka prodhuar gola. Rastet për shënim kanë qenë të pakta, me vendasit që vetëm në 2-3 momente mund të thuhet se kishin gjetur avantazhin. Momenti më kulminant i takimit është në minutën e 41, kur gjyqtari nuk akordoi 11 metrash pas një prekje të dukshme të një mbrojtësi të Putrentit brenda zonës. Miqt patën rastet e tyre me golashënuesin më të mirë Raboshtën dhe kapitenin Muço, por as ata nuk ishin të saktë përballë Thanos. Starti i pjesës së dytë nisi mirë për bluzinjt, por me kalimin e minutave skuadra ndjen lodhje dhe shfaqjet apatike. Fundi rezulton fatlum për luftëtarin pasi Sarandiotët i afrojnë golit me Raboshtën, Muçon dhe Mustafajin. Gjithsesi, çdo gjë mbyll me rrjeta të paprekura.